Anastasia ju bëri prindër për herë të parë. Si ka qenë viti juaj i parë me të? Anastasia është një emocioni, kur thoja në fillim do bëj këtë, do bëj atë, do mundohem të merrem me këtë, do e mbaj gocën afër, do luaj me të gjithkohës. Unë jam mësuar, jam rritur me të gjatë këtij viti. Anastasia është një tërmet i madh për momentin, është ndjesia më e bukur dhe më e pashpjegueshme në botë. Unë tani këto momente mezi po pres që të takoja, kupton se isha në prova. Nuk di ç'a them më shumë për të, sepse do lodheshe shumë të më dëgjoje, domethënë duke folur, do mbylleshin pyetjet duke folur për Anastasia. Çfarë keni mësuar më shumë për veten gjatë kësaj kohe? Aftësia e durimit. Nuk e di si thuhet ndryshe. Aftësia për të duruar çdo gjë minimaliste në çdo tek të mundshme të gjithë secilit për nesh, jo vetëm të Anastasias. Unë dhe Joana jemi rritur bashkarisht, siç e thash, me vajzën e vogël. A ka ardhur ajo në një kohë të duhur që ishit të dy të përgjegjshëm dhe të matur për këtë vendim? Unë mendoj se po, është domethënë dhe për mua dhe për Joanën, në çdo herë që jemi pyetur është lumturia më e madhe në botë. Nga ana tjetër përgjegjësia është shumë fish më e madhe, si thon asaj shprehjes, ne kujdesemi gjithmonë për një qenush, për një mace, apo për një kafshë shtëpiake, po ardha në jetë e një fëmije është një kalvar emocionesh, apo një kalvar përgjegjësie që ti do t'i dalësh përpara me gjoksin hapur, edhe besoj se po, ka ardhur momentin e dur dhe ne jemi në një moshë që nuk është se duhet të ishte, po që është, si thon asaj shprehjes, më shumë si ishte gëzim se sa një barr për t'u hequr. Nuk mund të quhet kurrë fëmia barr, nuk mund të quhet kurrë fëmia një ngërç, po është emocioni më i madh që një njeri duhet përjetojë në jetë dhe unë ja këshilloj gjithëve të përjetoni sepse unë nuk kam fjalë për ta përshkruar. Përgjithësisht si ndani, sa të përfshirë jeni në mënyrë të barabartë? Gjithmonë varet nga vajza. Është vajza që në këtë moment është më e lidhur me mamin, sepse ka luajtur atë ditë me mamin më shumë dhe do gjithmonë mami. Dhe pastaj është vajza që është e lidhur gjithmonë me babin, siç i thon babi me vajzën është gjithmonë vajzat janë të baballarëve kur thon asaj shprehje dhe te Anastasia ndodh kjo gjëja që vajza është e babit. Dhe gjithmonë na ndan ajo e vendos kush do ri më shumë sot me Anastasia, do ri mami apo do ri babi. Si dy aktorë që për shkak të profesionit jeni të ekspozuar publikisht, si ka qenë në raportin tuaj xhelozia? Nuk ka pasur kurrë. Unë emocionohem shumë kur Joana është në skenë, biles kam frikë që jo se nuk kam besim tek Joana, por dua që tani duhet të jetë ajo më e mira e mundshme. Kurse te vetja ime është thjesht kaloj. Është një emocion që do vi, nga që siç e ndjen ti vet, te personi që ke përballë nuk e shet dot. Edhe kurse Joana nga ana tjetër është personi më shtytës në jetën time, domethënë bashkë me familjen, bashkë me motrën time, mos them që janë dy personat më shtytës në sensin e duhet ta bësh dhe këtë, duhet bësh dhe atë, duhet bësh dhe këtë, ndërkohë unë jam dhe ai çik tipi që shiko se sot është pak përtesë, jam pak i lodhur. Jo duhet i bësh sepse janë të mira profesionin dhe ajo gjithmonë të shtyn që të ecësh sa më tej.